Dy rrugë në fshatin Borje të Korçës janë nënshtruar rikonstruksionit dhe shtrimit me kaldrëm në vazhdim të traditës së kësaj zone. Punimet janë duke u kryer nga ndërmarrja e shërbimeve publike pranë bashkisë, e cila ka vendosur që kaldrëmi në këtë fshat të shtrohet me gurin e zonës, i cili është edhe më rezistent ndaj kushteve atmosferike. Për banorët kjo ndërhyrje është mjaft e domosdoshme, pasi shpëtojnë nga balta dhe pluhuri, ndërsa thonë se ndërhyrja duhet të vijojë edhe në rrugët e tjera të fshatit. Nuk ish mirë rrugë ashtu, me gur, me balta, me tëra, tashti i ben, ja. Mire ben, për mire më ndojme tashti. Rruga shumë mirë, kanë investuar shumë mirë. Si ishte? Si ishte, cop ishte. Tashi po bëhet e mirë. Inshallah të bëhen të gjitha rrugët e fshatit. Aktualisht nga rreth 2000 metra katror të planifikuara për shtrim me kaldrëm, janë përfunduar rreth 350 metra katror, ndërsa puna do të vijojë edhe për disa javë deri në përfundim të gjithë hapësirës së planifikuar.